Do shohim një hadith tash, çfarë vlerë ka i cili është i kujdesshëm, i fali pesë. Çfarë premtoi Zoti për këtë njeri? Në hadithin e pejgamberit. Pejgamberi thotë: "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad." Thotë pejgamberi, Allahu e ka bërë obligim për robët e tij 5 vakte namaz. Faman jaa bihinna, ai cili ka marrë ditën e Kiamet me këta pesë namaze, lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna. Dhe ka fal pesë nuk kalon asnjë mangët, asnjë namaz. Dhe çka ka thonë? Allah ka thonë premtim. Kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhiluhu al-janna. Allah thotë ka bërë premtim, ka premtuar Zoti që me shtikit person në xhenet. Allahu akbar. Subhanallahu, ka përgëzim. Përgëzoni o ju që e falni namazin. Shirni hadithin, ku mos mu gëzu. Alhamdulillah. Allah më thonë ka premtuar. Allah premtimin e thënë. Ne ndoshta e themi. Ne me njerëz. Po, ne mo për ne. Me fjalë ndonjë me njerëz. Po Allah ku thotë për një gjë, vallahi është hak dhe vërtet. Kjo do të më na nxit neve edhe mu përgëzu. Mu çu sa me fal namazin e drekën e qinin e akshamin e yatsin. Shkojmë te hadithi tjetër, që u përmend që pejgamberi sa na ka premtuar që ka xhenet. Edhe vazhdon hadithi, thotë sa wa man lam yati bihinna falaysa lahu inda Allahi ahdun in sha'a adhabahu wa in sha'a adkhalahu al-janna. Tu thot vazhdon hadithi, thot ai si nuk vjen me këta pesë. Nëse do Allahu thot e dënon, nëse do Zoti subhanahu wa taala është i xhenet. Këtu është një ndër hadithet që flasin që lënsi namazit nuk di ka për imanit. Se për me edhe për atë pas ka shpresë. Pas ka shpresë. Super. Hadithi janë sahih. Po, hadithi sahih është, më thonë. Kjo është një ndër hadithe që ulemat që e thonë mendimin që e kanë, që e mbron atë mendimin që lënsi namaz nuk do nga imani, kanë një ndër hadithet, është kjo hadith. Një ndër argumentet e pas kanë çka hadith. Që ka thonë sa nëse do Allah e dënon, nëse do është në xhenet më. Kjo i bë kjo çështja është madhore, ibadet, nëse po themi që nuk ka asgjë namazi, por nuk e marr me guximin mi thon dikujt na kafir. Kjo është një ndër hadithet. Kjo është një hadith që na shërben edhe na nxit për mi fal 5 vakte. Do ta përmendim një hadith për atë cili përmendëm fillim më herët, thamë që kush i fal 5 vakte i ruan ato namaze. E fal formën e duhur. Ka thonë se në hadith është sahih. Men hafadha alayha, kush i ruan këto namaze. Në atë formë që thash niyeti, forma këtu. Ka thonë se kanat lahu nurun. Ditën e Kiamet ky person do të ketë dritë, nur. Wa burhanan, argument, wa najatan, edhe shpëtim. Ila yawm al-qiyamah do ketë këta vlera në ditën e Kiametit. Edhe person wa man lam yuhafiz alayha, edhe kush nuk i ruan këto namaze, lam yakun lahu nurun, do të ketë dritë ditën e gjykimit, wala burhanun, as nuk ka argument me çka me dal para Zotit, wala najat, edhe nuk ka shpëtim. Shikoj. Këtu një detaj tani shumë interesant. Thotë pejgamberi wa kana yawm al-qiyamah ma Firaun. Ai se nuk është fal. Thotë pejgamberi ka me qenë bashkë me Firaunin ditën e gjykimit. Subhanallah. Pse me Firaunin? Njërin më të keq në botë apo? Po, njërin më të keq. Pse? Se pozita e ishte shkak që e kundërshtoi Musa nëse. Këtu në mos thonë nëse të ka largu pozita, ti je kryetar shteti ose diçka tjetër, edhe të ka qenë pengesë që se ke fal namazin, ki morin gjallë me këtë, me Firaunin. Dëgjoni ju politikan të këtë partive. Dëgjoni hadithin. Do me thonë, me Firaunin mundi morin gjallë nëse nuk e falë në namazin. Vazhdon hadithin wa Haman. Ka morin gjallë disa me Hamanin. Pse? Ka qenë më thonë nën udhësinë e Firaunit. Ka qenë afër, si zavensi i Firaunit. Ai cili, më thonë, është afër një kryetarit, edhe i kryen shërbimet e tij dhe bëhet sebeb atë shërbime dhe ik namazi ngjallë me Hamanin. Hamani kush është? Hamani është më ai personi më afër i Firaunit. Edhe ai zullumqtar. Ai bashkë me Firaunin, më thonë. E kush nuk i fal namaz dhe bëhet sebeb, më thonë, që pozitën që e ka ose shërbimet që i ka me kryetarin, ato që janë afër kryetarit, shërbëtor, më thonë. Edhe këta nëse nuk falen për shkak kësaj pozitës, ngjallë me këta njerëz. Vazhdon hadithi wa Qarun. Edhe disa ka mundur gjallë me Qarunin, pse? Se Qaruni ishte shkak pasuria që nuk i besoi Musait. Kështu thonë ulema, nëse bëhet sebeb për dikan pasuria ik namazi, për shkak pasurisë ringjall me Qarunin. Kjo po i shkon biznesmena. Biznesmena, më. Edhe Ubej ibn Khalif, thotë pastaj disa kanë mundur ringjall me Ubej ibn Khalifin, që është ka qenë një tregtar i famshëm. Edhe ky tregtar. Edhe ky më një tregtar i famshëm, edhe ky ka qenë sebeb tregtia që s'ka besuar interesi dunjos. E kështu që ulema thonë për çdo ka i cili bëhet sebeb tregtia dhe i këtë namazet, të dosh hanë më tepër
memëria, s'ka vakt për namaz, ka vakt për çdo biznes me bë, për namaz nuk ka vakt. E ky person më do të ringjallë me Ubin Khalifi. Pra është një hadith shumë të shtues. E çka hadithi tjetër shërben për mendimin e këtyre që thonë njëri mund me ta vi imanin. Se më ringjallë me Karunin, me Firaunin, më ringjallë me këta njerëz, këto kanë qenë jo besimtar. Edhe ta ju besimtar më të çi. Kun, më thonë. Tasi kjo është hadithën shumë kërcënues. Allah më na rujtë na vëdëso për madhështinë e namazit.